Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Doktorët japin urdhër, këta persona duhet të konsumojnë menjëherë qershi. Trajtoni këto probleme. Qershi janë padyshim superushqimi i stinës së verës. Të buta dhe plot me lëng mund të jenë të ëmbla ose të afta, por gjithashtu me një shije të mrekullueshme. Vetëm një tas i tyre përmban rreth 90 kalori dhe është i pasur me vitaminën A, vitaminën C, gjithashtu edhe konsumi i këtij fruti të vogël plot me shije i dhuron trupit tuaj mira antioksidant, që ndihmojnë në dukshëm në uljen e kolesterolit të keq dhe problemeve të mbipeshës. Krahas vlerave të tyre, qershit ndihmojnë organizmin edhe në shumë drejtime të tjera. Në këtë video, sipas Healthline, do të listojmë disa nga vlerat e jashtëzakonshme që mund të përfitoni nga kokrat e qershive. Qershit janë një burim i madh i antioksidantëve dhe për këtë arsye ndihmojnë në rigjenerimin e kockave. Mjaft i lidhur me reduktimin e acidit nitrik, që është faktori kryesor në sëmundjet e artritit reumatoid dhe osteoartritit. Sipas një studimi të Universitetit të Bostonit në Amerikë, konsumi i këtij fruti ul me 35% shansin e dhimbjeve të kockave. Gjithashtu qershit parandalojnë inflamacionin e organizmit dhe problemeve të presionit të lartë të gjakut. Ato ndihmojnë gjithashtu edhe në uljen e niveleve të sheqerit. Për të gjithë personat me diabet, qershit mund të jenë një zgjidhje e dur për të qëndruar të shëndetshëm. Si të gjithë frutat me ngjyrë të kuqe, dhe qershit ndihmojnë në rregullimin e sheqerit në gjak. Antioksianina, sipas mjekëve, rritet me 50% prodhimi i nivelit të insulinës në trup dhe ndihmon kështu në rregullimin e sheqerit në gjak. Qershit ndihmojnë në sëmundjet e zemrës. Qershit e afta ndihmojnë në përmirësimin dhe parandalimin e problemeve kardiovaskulare. Nëse i konsumoni vazhdimisht, ato do të parandalojnë edhe riskun e prekjes nga ataku në zemër. Ndihmojnë në reduktimin e yndyrnave të këqija në gjak duke i dhuruar trupit më shumë shëndet. Qershit janë një zgjidhje shumë e mirë kundër problemit të radikaleve të lira dhe mund të jenë një ofrues i mirë i shëndetit në parandalimin e këtyre komplikacioneve. Një dietë e pasur me qershi mund të ulë rrezikun e prekjes nga sëmundjet e dëmshme. Duke qenë të pasur me fibra, ato promovojnë tretjen e mirë dhe ulin gjithashtu edhe rrezikun e prekjes nga problemet të zorrës së trash. Veçanërisht, qershit e afta, të cilat përmbajnë disa enzima, ndihmojnë trupin të rregullojë radikalet e lira. Qershit ndihmojnë në përmirësimin e memorjes. Janë një burim i mirë i antioksianinës, që do të thotë një shëndet i mirë për memorjen. Ky frut, shumë i shijshëm, ndihmon trupin të përmirësojë funksionet e tij dhe të përmirësojë memorien ndër vite. Konsumi një tasi me qershi në darkë do të përmirësojë gjithashtu edhe cilësinë tuaj të gjumit. Kjo pasi janë të pasur me melatonin, element shumë i rëndësishëm në rritjen e vlerave të gjumit. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e një tasi me qershi çdo ditë, në mënyrë që të keni edhe përmirësim më të mirë të niveleve dhe cilësisë së gjumit. Ata e cilësojnë qershin si një nga produktet më të mira, falë enzimave që qetësojnë organizmin. Këshillohet i konsumoni gjithmonë qershi të freskëta ose lëng të freskët të shtrydhur të tyre, në mënyrë që të merrni vlerat për shëndetin dhe të parandaloni gjithashtu edhe komplikacionet që i kanosen trupit tuaj. Qershit janë një zgjidhje shumë e mirë për zemrën e shëndetshme. Këto fruta të kuqe, që për shumë njerëz janë ëmbëlsira e preferuar e verës, janë në burime të pasura të zinkut, hekurit dhe kaliumit, element të manganit dhe bakrit. Kaliumi ka efekte pozitive në shëndetin e zemrës dhe është komponent i rëndësishëm për qelizat dhe lëngjet e trupit që rregullojnë punën e zemrës dhe presionit të gjakut. Ato kanë veti të mira antiinflamatore. Në sajt të një efekti të fortë antiinflamator, frutat e kuqe në përgjithësi paraqiten aleatet më të mira kundër dhimbjeve të kyçeve. Të pasur me antioksidant, ky frut parandalon oksidimin e qelizave që shoqëron proceset inflamatore të ashtu quajtura edhe problemet të dhimbjeve të kyçeve nga artriti ose nga lëndimet sportive. Sipas ekspertëve, 20 qershi në ditë kanë efekte të mira në lehtësimin e këtyre proceseve. Qershit do të stimulojnë edhe tretjen. Përmes acideve të tyre mbrojtëse dhe sheqerit frytor, qershit stimulojnë punën e lukthit, të zorrës dhe pankreasit dhe për këtë stimulojnë edhe tretjen.
Përveç kësaj, qershit nxjerrin ujin nga trupi dhe kështu lehtësojnë edhe problemet e komplikacioneve të shëndetit tuaj. Gjithashtu, substancat antibakteriale në qershi pengojnë formimin e shtresave në dhëmbë dhe mund të parandalojnë kariesin dhe problemet të mishrave të dhëmbëve siç është parodontoza. Gjithashtu, ky frut pastron veshkat dhe kanalin e urinimit sepse është një diuretik i shkëlqyer i cili ndihmon në sekretimin e urinës. Përveç kësaj, substancat bakteriologjike të qershive pengojnë formimin e shtresave në dhëmbë dhe kështu mund të parandalojnë krijimin e problemeve të mishrave të dhëmbëve. Antioksidanti lutein dhe zeakanthin dhe beta-karoten që gjenden te qershit gjithashtu mund të ofrojë shumë përfitime për trupin. Këto komponent veprojnë si një pastrues kundër radikaleve të lira dhe komponentëve të tjerë të dëmshëm që dëmtojnë kështu organizmin tuaj. Qershit ndikojnë pozitivisht edhe në koncentrim, ekuilibrojnë koordinimin dhe lëvizjet. Në të njëjtën kohë, ulin presionin e gjakut, kurse fibrat dietike të përfshira në to zvogëlojnë gjithashtu edhe problemet e zorrës së trashë. Qershit janë një zgjidhje shumë e mirë kundër problemit të rrullave dhe problemit të plakjes. Qershit rekomandohen për njerëzit që vuajnë nga astma, alergjit ose ato që duan të kenë një lëkurë më të bukur dhe më të shëndetshme. Kështu konsumi i këtij fruti vazhdimisht në dietën tuaj është një mundësi e përkryer për të rritur përfitimet në shëndetin e lëkurës dhe për të parandaluar komplikacionet. Gjithashtu, qershit janë një zgjidhje shumë e mirë për një gjumë cilësor. Qershit përmbajnë antioksidantin melatonin i cili qetëson sistemin nervor dhe kështu ndihmon kundër neurozave, pagjumësisë dhe dhimbjeve të ndryshme të kokës. Melatonina në fakt ndihmon në ruajtjen e bioritmit tuaj stabil dhe të saktë. Gjithashtu, shkencëtarët nga Universiteti i Luizianës kanë zbuluar se lëngu natyral i qershive ndikon te gjumi. Ulëntimi i tyre ka treguar se të anketuarit kanë fjetur mesatarisht 85 minuta më gjatë pasi që për 2 javë çdo ditë kanë pirë 2 gota me lëng qershie. Qershit janë një zgjidhje shumë e mirë edhe për personat që duan të bien nga kilogramet e tepërt. Qershit kanë pak yndyrë dhe kalori të ulët, në 100 gram ka vetëm 63 kalori dhe janë një ushqim i shkëlqyer për dietën tuaj. Ashtu si shumica e frutave të tjera dhe qershit kanë efekte ngopse për trupin. Sipas ulëntimeve të Universitetit të Michiganit thuhet se antiocianinat e qershit mund të zvogëlojë sasinë e yndyrës në bark dhe të ulë nivelin e kolesterolit dhe sheqernave në trup. Kështu, ekspertët e cilësojnë atë si një zgjidhje mjaft e mirë për dietën e përgjithshme. Konsumi i qershive vazhdimisht në dietën tuaj do të ndikojë pozitivisht në rritjen e përfitimeve të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët e listojnë atë si një nga frutat më të mirë, me efekte pozitive për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin kundër radikaleve të lira. Qershit rekomandohen të konsumohen gjithashtu vazhdimisht në dietën tuaj. Jemi në sezonin e qershive dhe këto ditë me siguri që i keni konsumuar me shumicë, por për disa njerëz kur i konsumojnë kanë qejf të janë bashkë me bërthama. Mirë po, për gastroenterologët kjo gjë mund të jetë shumë e dëmshme. Mjekët e urgjencës kanë treguar se ndonjëherë ju është të dashur të bëjnë edhe ndërhyrje sepse dikush ka ngrënë në qershi ose vishnja të plota me gjithë bërthama. Qershit përmbajnë shumë vitaminë C, beta-karoten, vitaminë B6 dhe K, acid folik, minerale, kalium, hekur, bakër, mangan, kalcium, magnez, fosfor, zink dhe kobalt. Përveç kësaj janë të pasur me fibra vegjitale që ndihmojnë në tretjen e mirë, ndërsa prania e celulozës rregullon tretjen. Frutat më të errta janë të shëndetshme, sepse kanë një përqendrim më të lartë të antiocianinës dhe kanë efekte të mira edhe në shëndetin tuaj. Ato përmbajnë melatonin që ndihmojnë në relaksin, pra para se t'i konsumoni duhet t'i lani mirë me ujë të ftohtë. Sipas Medical Daily, doza ideale që mund të hani është një tas qershi rreth 20 kokra në ditë. Kështu do të merrni përfitimet të cilat i cituam më herët dhe vlerat e tyre do t'japin rezultate konkrete pozitive për shëndetin tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.